Ky është avokati që nuk hesht kurrë. Spartak Ngjela. Avokat, politikan, analist juridik. Një nga zërat më të fortë në debatin publik shqiptar. Lindi në një familje intelektuale. Babai i tij ishte jurist. Por regjimi komunist e goditi familjen. Spartak Ngjela përfundoi në burg politik, vite të tëra pas hekurave, sepse mendonte ndryshe. Pas rënies së komunizmit, ai u rikthye në jetën publike, si avokat, si politikan, si një kritik i fortë i sistemit, në studio televizive, në analiza politike, në rrjete sociale, ai thot atë që mendon, pa filtra, pa kompromis. Për disa është polemik, për të tjerë një nga mendjet më të forta juridike në vend. BF Media, Spartak Ngjela, avokati që nuk ndal së foluri për ligjin dhe për Shqipërinë.